Horoskopi ditor e martë 25 nëntor 2025. Dashi, do jeni shumë diskret gjatë kësaj dite me personin që keni në krah, dhe të tjerët ju rrethojnë nuk do ju kuptojnë. Për ju e rëndësishme duhet të jetë që të merreni vesh vetëm me partnerin. Beqarët do të takojnë shpirtin e tyre binjak dhe do fillojnë një histori të bukur dashurie. Në planin financiar duhen bërë mirë llogarit para se të hidhni çdo hap. Demi, nuk do ju pëlqejnë rregullat që do vendos partneri në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite, dhe her pas here nuk do i zbatoni ato. Debatet do jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do i marrin gjërat me sportivitet dhe nuk do kërkojnë të bëjnë asgjë me ngulm. Buxhetin do e mbanin gjithkohës të ekuilibruar. Çdo shpenzim do e kryeni të mirëmenduar. Binjakët, do jeni të vendosur gjatë kësaj dite të bëni atë që dashuroni në jetën tuaj në çift, dhe partneri do jeti të njëjtit mendim. Do kaloni çastet e paharruara. Beqarët do fiksohen keq pas një personi i cili nuk do i përshtatet në asnjë pikë. Mos bëni gabime për të cilat të pendoheni shpejt. Në planin financiar do jeni me shumë fat dhe do kryeni transaksione të rëndësishme. Gaporja, do filloni të dyshoni sot për ndjenjat kundër partnerit tuaj dhe kjo do ju pengojë të çoni gjërat më tej. Mirë është të flisni hapur me të sa më shpejt që të mundeni. Beqarët do fillojnë më në fund një histori dashurie dhe do ndihen të plotësuar. Në planin financiar mos u tregoni të pamatur, sepse do futeni në një udhëkryq pa dalje. Kujdes. Luani, do filloni projekte të përbashkëta sot me ato që keni në krah dhe bashkëpunimi do përforcohet. Beqarët do mundohen gjithkohës ta bëjnë për vete dikë që kanë kohë që e pëlqejnë, por nuk do ja dalin dot në bankë. Gjendja të ardhurave do jetë goxha e mirë. Nuk pritet asnjë surprizë dhe keqe edhe sikur të kryeni ndonjë shpenzim më shumë. Virgjëresha, ditë goxha e animuar kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Çdo shans do jetë edhe më i bukur nga ai që ka kaluar dhe emocionet nuk do pushojnë. Beqarët do realizojnë një takim breslënës dhe do fillojnë me njëherë një histori dashurie. Financat do kenë tronditje. Merrni masa sa më shpejt nëse nuk doni të mbeteni pa para. Peshorja, do keni goxha paqetësi sot në jetën tuaj në çift dhe do ju duhet pak kohë për t'i zgjidhur. Merrni kohën e dur për të folur me qetësi. Beqarët do kërkojnë një person perfekt, pa tëmeta dhe pa vese. Jo vetëm sot, por gjithmonë kjo do të jetë e pamundur. Në planin financiar do keni surpriza të njëpasnjëshme. Të ardhurat do kenë goxha përmirësime. Akrepi, do keni më shumë se kur nevojë gjatë kësaj dite të dashuroheni si kur më parë. Partneri do mendojnë në çdo moment të surprizojë sa më shumë. Beqarët fatkeqësisht do vazhdojnë të mbeten vetëm edhe pse mundësitë për takime nuk do mungojnë. Në punë shpenzoni me kursim nëse nuk doni që gjendja të ketë tronditje. Mendoni edhe për të nesërmen. Shigjetari, pas një kohë të gjatë me zënka dhe debate, sot në fund do ndiheni më të qetë. Do i sqaroni me qetësi disa probleme. Beqarët do takojnë një person që do ashtojë dëshirën për të jetuar. Emocionet do jenë të njëpasnjëshme. Në planin financiar do të hiqni me njëherë dorë nga çdo lloj shpenzimi në mënyrë që gjendja të përmirësohet. Britsjapi, të gjithë planetet do bëhen bashkë sot dhe do ju krijojnë një ambient të ngrohtë për jetën në çift. Do ndiheni më të dashuruar se kur më parë. Beqarët do enden më kot duke kërkuar dashurinë. Sot do jetë fat sido që të jetë. Financat do rriten akoma më shumë nga sa ju kishit menduar.
do keni mundësi të hiqni edhe para më njanë. Ujori. Yjet do ndikojnë pozitivisht sot në jetën tuaj në çift dhe marrëdhënia pritet të ketë disa përmirësime. Si ju ashtu dhe partneri do jeni të ndërgjegjshëm për gabimet e kryera. Për beqarët priten takime të këndshme. Kënaquni me aq një herë, pa kërkuar me një herë lidhje. Financat do jenë goxha delikate. Nuk është mirë të kryeni shpenzime të konsiderueshme. Peshqit. Do vazhdoni dhe sot të keni goxha probleme në jetën tuaj në çift dhe nuk do arrini dot të bini në një mendje. Kujdes me marrjen e vendimeve. Beqarët do fillojnë aventura të këndshme dhe do ndihen të plotësuar për momentin. Financat nuk do arrini dot të stabilizoni, kështu që me vështirësi do dilni mban. Falenderoni miq që do ju mbështesin.